Duke qenë se mos ndarjen e lëndëve me smel, zëvendës kryeprokurori Gashi ja atribuoi problemeve teknike, betimi për drejtësi më 30 janar i është drejtuar prokurorisë speciale për të kërkuar më shumë informata se sa herë kanë bërë kërkesë që ky problem teknik të zgjidhej, nga kush dhe çfarë përgjigje kanë marrë. Por prokuroria speciale vendos të jap një verzion krejt ndryshe nga ajo që është thënë nga vetë zëvendës kryeprokurori. Nga kjo përgjigje, ata lënë të kuptohet se gjithçka po funksionon si duhet me këtë sistem. Ju informoj se Prokuroria Speciale zbaton rregulloren për menaxhimin e lëndëve përmes sistemit elektronik SMEL. Të gjitha rastet ndahen në harmoni me këtë rregullore, ndërkaq për të marrë informata tjera mund t'i drejtoheni organit kompetent, gjëgjësisht Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në lidhje me SMEL, avokati Artan Qerkini thotë se edhe avokatët duhet të kenë qasje në këtë sistem. Qasja e avokatëve në SMEL do ta bënte SMEL-in të kompletuar. Mungesa e qasjes së avokatëve në SMEL, SMEL-in e bën jo funksional. Shumë seanca gjyqësore shtyhen për shkak se avokatët nuk kanë qasje në SMEL. Po e marrim një shembull. Shpesh avokatët në seanca fillestare deklarojnë se nuk i kanë provat. Nëse do të kishin qasje në SMEL edhe avokatët, atëherë kjo bazë për shtyrjen e seancave nuk do të ekzistonte, nga se të gjitha provat që janë në posedim të gjykatës dhe prokurorisë do të ishin në dispozicion edhe të avokatëve. Sipas tij, nëse lëndët ndahen manualisht, duhet të tregohet se me çfarë metode. Nuk ka dilemë se ndarja e lëndëve përmes SMEL-it është ndarje e lëndëve më transparente dhe është në funksion të asaj se për çka është krijuar SMEL-i. Sa i përket integritetit të punës së prokurorisë speciale, tash besoj se duhet të sqarohet se edhe ndarja manuale është bërë në përputhje me kriteret e përcaktuara në rregullore, sepse edhe rregulloria për cilën po flisni ju nuk e ndalon ndarjen manuale të lëndëve, mirë po i parashet disa kritere. E tash, çështja e dytë që duhet parashtrohet është nëse ato kritere janë zbatuar me rastin e ndarjes manuale të lëndëve nga ana e prokurorisë speciale.